të lindorën të krijuar, të ligjejt me atë. U mbajt mesha shenjtë në kishën e Shën Mihillit në Doblibare. Famulitari i kësaj kishe Don Kol tha që ju dritua pjesëtarëve në mesh, duke ju dëshiruar paqe dhe dashuri ndërmjet vete. Ju lus, në asnjë mënyrë mos e lëni për thon pjesën rrezare në familjet juaja. Shkymni ekranat, shkymni telefonat, shkymni internetit, kushtojeni Zotit një 15 minutë, 20 minutë në mbrëmje me familjen tonë, atër kimi pa frytet e sukseset që kam ja u dhënë Zoti. Ndërka që kryetari i komunës së Gjakovës, Dr. Palekaj, theksoi mbi të gjitha se është i kënaqur se sot në këtë ditë sheh kaq shumë besimtar duke forcuar familjet dhe vendin. Ju jeni ata që jepni shijen dhe jepni besimin dhe këta famullitar çdo herë e thojnë fjalën e urtë, fjalën që duhet me peshuar në çdo familje dhe ju jeni ata të cilët mund të fuqizoni dhe të ndërtoni familjen e juaj të shëndosh, duke ndërtuar familjen e shëndosh, do të ndërtoni perspektiven e juaj, perspektiven e fesë dhe perspektiven e vendit. Kisha Shën Mihillit kremtoi festën e krye engjëjve, Shën Mihillit, Shën Gabrielit e Shën Rafaelit. Engjëjt janë të pranishëm për herë para Zotit dhe afër nesh, për të na mbrojtur, tha ndër të tjera.